Për ta mbyll, mbas kishte ndruar jetë profeti alayhis salam, Herakliu që erdhi mbas tij, në atë kohë e drejtonte Ummetin Islam Muaviu. Dhe thot Herakliu do t'i dërgoj 3 pyetje. Do t'ja bëj 3 pyetje Muaviut, shikoj. Këto besojnë në i besim që rrjedh nga librat e shenjtë apo kanë në i besim pagan pa vlerë. Dhe në fakt i bën 3 pyetje të çuditshme. Pyetja e parë ishte më trego për 3 gjëra që s'kan pas baba dhe nën dhe s'kan pas çiftzim dhe kanë ardhur në jetë. Allah. 3 gjëra që s'kan pas çiftzim, s'kan pas babë nën dhe kanë jetuar gjalla në këtë botë. Kjo është si pyetje pa mend. E dyta, pyetje që bën, është i vend në tokë që vetëm një herë drita diellit ka shkuar aty dhe s'ka shkuar më pas asaj. Dhe për ta bërë çik më të ngatrueshme i tha, kush është ai që s'ka pas nevojë për nën të vinë këtë botë dhe ai i cili s'ka pas nevojë për babë? I lexoi Muaviu për çastin, tha turp i madh, po si kthym përgjigje Herakliut. Dhe pyetën kush mund t'i japi përgjigje këtyre? Gjithë shkun këtë deti i komendit Kur'anit, ai që u quajt përkthyesi i Kur'anit famlart, pra përkthyesi se e komentonte qartë djali i xhajës profetit alayhis salam, Abdullah ibn Abbas. Shkojnë dhe e thrastin, i thanë ka 3 pyetje të vështira dhe duhet me i kthy përgjigje Herakliut. Ishte çështje diturie tani, hyjnore. Dhe ai mendoi 3 pyetje kush e di se ç'janë. Erdhi, kur i pa, m'pas e një lodh kot, tha. Ato ishin klasës parë. Megjithëse unë e di tani që i shtrum këtu shumica ndoshta nuk i shkon mend, por për atë ai ishte i lartë shumë. Det është quajti komendit Kur'anit, det i diturisë islame. Djali i xhajës profetit alayhis salam, Abdullah ibn Abbas. I pa, por i thanë ato që janë këto 3 gjëra se ne jemi mësuar që ka nevojë për çiftzim, ka nevojë për babë për nën, që të bëhet i gjë i gjallë. Tha mos u mërzisni, shkopi i Musait që e hodhi shkop dhe u bë gjallë për i gjallë. Deveja e Saliut që doli nga shpella. Edhe dashi që zbriti nga xheneti i Ibrahimit alayhis salam, janë 3 gjëra që i tha i gjithë fuqishmi bëu dhe u bën çast, pa çiftzim, pa babë pa nën. Tha, aty ju kujton, po pasha Zotin kjo është. I thanë, o Abdullah, pash Zotin e madh, si mund të ketë i vend që e shikon një herë dielli se shikon më, e shikon ose shikon? Edhe kështu është në fakt. Dielli bjen në Tiranë ose bjen? Tha, po është e vërtetë, është e saktë. Tha, pas ka bëj pyetje interesante. Tha, kur Musa i madh, profeti i fuqishëm e Allahut xhelleshanu, po i vite faraoni me ushtrinë e tij mbasi i dha leje të ikin beni Israilet dhe ngeli përpara detit dhe maleve dhe të gjithë u friksuan dhe thanë s'ka më rrugë dalje. Tha, kella inna ma'i rabbi sayahdin. Dhe ai tha, jo se Zoti im është me mua, do më japi udhëzim. I tha i gjithë fuqishmi, drejtoje shkopin ton drejt detit dhe ju hap dhe u bën 12 rrugë për 12 fiset e beni Israilve. Dhe në këtë çast kur u hap thellësia e detit, erdhi drita e diellit dhe e preku tokën, dhe kur u mbyll që u përmbyt faraoni, nuk e pa më drita e diellit deri sot që ne jetojmë. Tha, po pasha Zotin e vërtetë është. E saktë. Tha, na ka ngatruar çik me këtë. Është një që ka ardhur pa nën, e ky tjetri ka ardhur pa babë. Tha, kjo është më e thjeshtë se 2 të parët. Pa nën erdhi Ademi, pa babë erdhi Isa, Jezusi. Tha, ktheheni përgjigje dhe thojni. Herë tjetër na bën pak pyetje më të vështira. Kështu që elhamdulillahi rabbil alamin, i qofshim fal Allahu xhelleshanu. Ne duhet vëllezër motra nderuara, me merakja u them, ne duhet kemi të qarta disa argumente për vend tonë kur të pyesi tjetri, a është profet Muhamedi alayhis salam, ti radhisësh argumentet njëra pas tjetrës. Jo ti thush, pyesi çik imami se ka marrë deri u të mirë për këtë punë. Nuk është kjo. Regjistroj, lexo, memorizoj dhe shpjegoj se ke amanetin e Zotit gjithësisë. Apo të pyet për Kur'anin ka nevojë për argumentet e veta. Zoti i plot fuqishëm na falte, na udhëzoft në më të mirën.